po shteton e bashkëpunimit dhe them flasim për gjëra konkrete. Kurse ju flisni akoma për Bërceli Berisha. Kemi dy kajet ndryshme. Mbarova. Po, mbarova. Faleminderit. Do filloj prapë. Po, nuk ju ndërpreva dhe mos të më ndërprisni. Po diskutojmë ujë 24 orë. A ka ujë 24 orë? Qytetarët thonë jo. Tani se mora unë këtë shëmbullin, po në fakt një shpjegim është dënë edhe për këtë. Tani ai rjeti ka qenë i amortizuar, do kohën e vetë të rikuperohet plotësisht dhe... Në 2013 premtuan ujë 24 orë. Në 2017 premtuan ujë 24 orë. Gjeje se çfarë premtuan 2021-shin. Prapë ujë 24 orë. Tani, a ka pas përmirësim? Dakord ka pas, por janë videot e 2013 që ishte vetë Rama që thoshtë në qoftë se unë nuk e mbaj këtë premtim brenda mandatit tim para atëherë do largohen. Ka diçka shumë thjeshtë, ne po vim me propozime konkrete së pari për ta nxjerrë. Së pari do dalë. Çështja e pasaportës europiane është më e madhe se një nga sektorët që patjetër në pamje të parë mund të jetë etike për disa, por nuk është se ideja e pasaportës europiane është një produkt marketingu. Kemi edhe rregullim të këtij sektori, se mund marrim ca fonde më shumë nga bota e madhe europiane, e cila mund të na ndihmojë që ne më shpejt ta rikuperojmë një problematik X në rrjetin që mund të jetë i amortizuar më shumë diku se diku tjetër. Të flasësh për riparime jam dakord, por ne po flasim tani për bazat. Pra, e kam fjalën që ti të bëhesh pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të kesh minimum një nivel standardi jetese për qytetarët e këtij vendi, që të jesh europian. Së pari, përpara se ne të shkojmë në Europë, duhet që Europa të jetë këtu. Ne jemi vlerësuar që i kemi bërë ca detyra shtëpie, nuk është se u shpik kjo. Cilat detyra shtëpie, Moxha? Po tani unë jam në takime banor. E kemi marrë një feedback jam në takime banor. Vlerësimi i fundit është nga komisionerja për negocimin, Marta Kos, vlerësimi i fundit për resurinë se deri tani nuk kam Vlautini edhe Juri Kimi, këto që i këta i paguajnë valigje. Thash Marta Kos, nuk thash Vlautini apo çfarë do ti përmendesh. Megjithatë zonja Kalas ta në Tiranë ka një filozofi, patjetër që duhet partive politike që të shkojmë atje ku synojmë. Nuk është procesi finalizuar. Po, qartë. Po, më thuaj çfarë. Më thuaj. Pjesa e pasaportës së Bashkimit Evropian. Zoti Kopliku ka një ide shumë bukur që thotë kanë fituar me 3 T, tepsi Tallava Timon. Tani kanë kalu 3 T 1 K. Kanë futur edhe Kënetën aty brenda, është bërë Orwellian kryeministri joni dashur, dhe na thotë, unë do të shpëtoj juve nga Këneta, do ju çoj drejt Bashkimit Evropian, pra po na del si Mesia, na shpëton nga ferri, do na çojmë parajs. Po nuk është kaq e thjeshtë. Pra, 1 milion shqiptarë, një pjesë e shqiptarëve që janë larguar e kanë marrë pasaportën europiane. Pasaporta europiane po shkon për shqiptarët, po nuk po shkon për Shqipërinë. Shqipëria ka një shpopullim, ka një heqje, një masivitet të njerëzve që janë larguar. Nga të dhënat e fundit të Eurostatit janë rreth 1.090.000 personat që janë larguar që nga 2014 deri më sot. Mund të diskutojmë edhe me detaj nëse ju keni më interes gjatë pjesës. Jo, unë dua të di pse ju nuk besoni që me marrjen e pasaportës europiane nuk do kemi kthim të këtyre shqiptarëve që kanë ikur atje për një jetë më të mirë, se po të marrësh pasaportën, ke edhe ca benefite të cilat ti ke kur shkon dhe jeton te ai vendi. Kështu që ti vjen jeton në vendin tonë. Çfarë duhet pasaporta europiane kur shpencinë kena si në Spanjë? Jo, duhet as i gjë. Vetëm ju duhet Shqipërinë si në Europë. Këtë problem kishte Hungaria, sepse po mendonte që çfarë do të bëjmë në momentin që Hungaria do të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian, ajo pjesë e mbetur e njerëzve që nuk ishin larguar deri në atë moment, kur të kishin lirshmërinë e lëvizjes, do të largoheshin, do të iknin dhe ata. Dhe për këtë pyetje, i dha zgjidhje me Ministrinë e Familjes dhe krijoi një program konkret se si do të merrim të adresonte çështjen e shpopullimit apo atyre të rinjve që do duan të largohen pastaj kur të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, që duan ta ndërtojnë të ardhmen e vet në vendin e vet. Ne nuk kemi asnjë lloj problemi me lëvizjen e lirë. Ne duam vullnetin e lirë të qytetarëve. Pra një qytetar të zgjedhë dhe ta ketë mundësinë që ta ndërtojë të ardhmen e vet në Shqipëri. Po nuk besoj që dikush i ka dërguar me forcë atje. Shifrat e largimeve janë nëpër masa që ta quajnë fenomen shpopullimit, të lutem se do ishte dezinformim, do thënë janë shifrat e largimit që quhet në nivel shpopullimit. Se kjo do ishte absurditet, domethënë që ta analizojmë këtë çast se dhe publiku informohet dhe krijon perceptimin që këtu vetëm largohen. Ideja është që unë ajo që s'kam kuptuar është pse askush nuk ka shifra të atyre që janë rikthyer. Në vende të cilat janë në zhvillim, nëse mund të them një fakt, në vende që janë në zhvillim ka tendenca të largimit në vende që janë në konsoliduar. Ja, ta dëgjojmë pak. Po i krahasojmë me vendet e ngjashme tonat, ne jena në pole position për largimin e shqiptarëve jemi në vende të cilat janë në zhvillim, ka tendenca largimit qytetarëve në vende të tjera më të konsoliduara, vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, dhe shtetet europiane kanë tendenca për të emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se çfarë do themi që po na shpopullohet nga
Italia ka patur emigrim të paparë vendeve të tjera të zhvilluara jashtë Bashkimit Evropian. Dhe ne nuk mund ta trajtojmë këtë si shpëpulim. Ne shikojmë dhe themi për programet reale se çfarë do të provojmë ne për qytetarët. Pra, duke i ashtuar problemet e qytetarëve. Duke të largohen, kjo është retorika juaj, atëherë çfarë i ofrojmë qytetarëve? Pra, nëse thoni që karta dhe pasaporta drejt Bashkimit Evropian nuk është element i programit elektoral sipas optikës tuaj. Për te lukës që ju ofroni, jo ne ju ofrojmë elementi më makro që sjell zhvillimin e konkrete. Ata thonë minimumi etik që mungon në Shqipëri do të jetë etik, rroga minimale, çmimi i energjisë, çmimi i naftës, pra shqiptarit brenda 100 ditëve i përmirësohet jeta. Dhe nëse nuk i përmirësohet jeta, jam unë i pari që do t'i ftoj, hajde ta rrugojmë qeverinë, sepse qeveria jote fare mirë, nuk ka ato që ju se keni bë dot për 12 vjet do ta bëjmë për 100 vetëm pasaporta na vetëm pasaporta na mungon që ta realizojmë. Këto dy persona që shikojmë për 100 ditë me pasaportë. A mundem të lutem me i rreshtu 3 fjali? Po, më thuaj. Sepse është i njëjti lider. Këto kanë premtuar qysh 2013 Shqipërinë dhe Europiana dhe se kanë realizuar. Kanë pas pushtet më shumë se asnjë qeveri. Një minutë, pra nuk. Po pse për nesër mas 4 vitesh kanë më na thënë, mas 4 vitesh kanë më na thënë prap nuk është faji i Shqipërisë ne deshme po s'na doshin. Po nuk ka qenë pra tani. Po pse është tash çka ka ndryshuar sot? Sa tash bën edhe më vështirë procesi i integrimit. Situata ka ndryshuar, po edhe atje nuk kanë më probleme. Tani Shqipëria nuk e njeh procesin e integrimit, do të thotë që thua se sot është më e vështirë për